Në këto kushte, avokat, cili do të jetë roli intelektualve, duke nisur që nga avokatët, ekonomistat, inxhinierat, të gjitha fushat, mjekët, çfarë do të bëjnë? Ata duhet më organizua, duhet pas organizim, por është vështirë me pas organizim kur nuk është besimi aty, nuk ka në besim që ka mundësi me pas efekasi, ka mundësi me pas rezultat. Aja është problemi, a vizioni i pa besueshëm. Tash, hapa e mirë përparimtare është kënë që Shqipëria ka prenua përfaqësimin e diasporës në kuvendin e parlamentit. Ka prenua që shqiptarët të votojnë që jetojnë në diasporë. Këto janë hapat e mira. Po këta përfaqësuesa që kemë, që na përfaqësojnë në diasporë, në parlament, ata duhet me kanë organizuesat. Ata duhet me ditë se çka është në interes të diasporës që e dojnë atë shumë shtetin sa jep votën, sa jep resurset, sa jep shkon e ban pushimet në Shqipëri. Këta duhet sparit me kanë ata liderat, si t'i kemë zgjell me kanë lidera, me na organizua. Avokat, një jetë të tërë, paktën sa kam mund këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, malësorët, por gjithë shqiptarët që janë nga trevat shqiptare në Malëzi, kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre me dekada. Aje i knaqur me ecurinë, me ato që ka keni bërë dhe aje i knaqur sot me klasën politike që është sot në Tuzë dhe në Ulqin, në zonën e shqiptarëve në Malëzi. Në përgjithësi po, të me marë parasysh kushtet. Të me marë parasysh që 90% e Malësis ka dalë nga vendlindja dhe populata ka ra dikun rreth 9.000 si populat, shumica janë në Amerikë, New York, Detroit, Florida, Chicago, e shumë vende të tjera të Amerikës. Malësorët gjithmonë kanë lanë për vendlindje, edhe vazhdojnë për me lanë. Si shembull është TV Bojin. Dhe më thanë, malësorët kanë lanë, jo vetëm malësorët, po në fakt tanë shqiptarizmi, nga gjitha anët e kuflitet shqip, kanë lanë për televizionin Bojin. Edhe çdo herë që është bani një aksion, është kënë një aksion me qëllim, me bashkëpunim, ka arrit suksesin. Çdo gjë që kanë bërë për ndërtime, si rruga, si shkolla, si kisha, si ura, si çdo gjë, si fush, si studenta, si festivale, për shembull festivali i Rapës që është prap çdo 4 vjet, ngusht ka me kënë këtë vit, ka pas sukses, sepse ka pas bashkëpunim me diasporën. A jem i kënaqur me situatën e politikës në Maltezi, sot për sot me kushtet që ekzistojnë, po, sepse jem pakicë në shumë aspekte, jo vetëm se jem shqiptar me zgjumë që e kem të veçantë, po jem shqiptar, për shembull na shqiptarët në Maltezi që jem katolik, na jem pakicë edhe pse jem nga feja. Edhe shqiptarë që janë musliman, janë pakicë edhe janë nga feja. Më thanë, jem pakicë në 2 aspekte të rëndësishme. Kështu që janë ama kollaj me na diskriminua kundër nesh malezes për shembull në Maltezi, se në vende të tjera. Me sukses që kanë pas në mënyrën politike, ajo është kënë shumë ma mirë, në kohës fundit se sa është kënë në filles kur u ba shteti pambarë. Kur u ba shteti pambarë në Malëzi me 2006. Po mi, avokat të vim tani tek se jemi ëndër Amerikane, po flasim për lirin, demokracin, sa ka influencuar autoriteti Amerikan në marrëdhëniet e shqiptar-amerikanëve me vendlindjet? Miku më i madh që ka pas komi shqiptar në histori
është Amerika. Se Amerika çdo herë që ka pas nevojë, është kënë me ne. Woodrow Wilson, të mja fillu me Woodrow Wilson, aja ka përkra shtetin e pavarur të shqiptarëve. Me të 99-ën, Bill Clintoni, Amerika e ka përkra Kosovën e pavarësinë e Kosovës. Kosova u ba shteti i pavarur, pa Amerikë nuk kita ekzistua. Amerika në la një shtëpi të re, ne shqiptarëve, ne emigrantëve, ndërtuame, u shkolluame, kem bizniset, kem familjet, kem çka me u lanë brezave të ri, kem ruajt identitetin tonë shqiptar, kështu që Amerika është kënë më i miri e më i malli mik i shqiptarëve në histori të komit. Çfarë do ju thoshe të rinjve shqiptar që janë në ato endrat e tyre të fillimit, në studimet për të qenë të devotshme, të shkojnë drejt rrugës së suksesit? Çfarë do t'u këshilloje? Për rini, më e mallja gjë është për mos me u tërhiq problemit. Gjithmonë me kanë luftar për të arritur ata çka ke dëshirë. Nuk keme pas sukses çdo herë, keme pas humbje, sa duesh, unë e kam pas humbje, gati çdo biznesmen, nëse se nuk ka pas humbje, ai nuk din se çka është fitoria. Se pa pas humbje ti s'mundesh me pas fitore. Kështu që ata duhet me ditë domethënë mos mu tërhiq, mos mu shmak ëndrrës të tyne, edhe dëshirës së tyne, po gjithmonë duhet me kanë gati, me kanë persistant, me vazhdua për me arrit ato që ke dëshiren. Gjithmonë me pas komunikim me familje, sepse ajo të nep vullnetin, nep knatësin, kur të knatësish për shembull nanën ose babën, aja është edhe ma shumë knatësi sa me knatës vetin, ose kur të knatësish familjen ose shok, është shumë me rëndësi kur të bash ata ma tepër se sa pitimet personale. Si do ta konceptonit ëndrrën shqiptare në Amerikë? Ëndra shqiptare në Amerikë nuk ka kufi. Amerika të mundson me ëndrua ata çka don. Aja është bukuria e këtij shtetit, që të ne pat liri. Suksesi si shqiptar në Amerikë është sukses kur je shqiptar, mendosh si shqiptar, të nerosh historinë e bukur e të lavdishme shqiptare. Kur të dash suksesin tënd personal me shqiptar, në mënyrë filantropike për shembull, është shumë me rëndësi, nëse nëse ke sukses, ke mundësi, ke financa, pse mos me lanë në mënyrë filantropike që të vazhdojnë në brezat e ri një gjë e mirë. Vetë nuk është shoh se për shembull mua më ka damtua identiteti shqiptar. Vetëm çka më ka frymëzua, çka më ka ndihmua, ndoshta nuk kish kënë as ka advokat i mirë, mos tisha kënë shqiptar. Kështu e shoh vetë. Por ajo prardhje, ajo histori, ajo dëshirë, gjak shqiptarit, tona këto bashkat gjitën me krijuar një sukses. Avokat, rrugtimi juaj, 2 vjeç fëmijë në Amerikë, vazhdoni shkollimin, krahas shkollimit, jetës, edukimin familjar, edukimin e kulturës amerikane, nuk keni humbur atë shqiptare, dhe deri sot jeni një avokat i suksesshëm, jeni një donator, pjesëmarrës në gjitha aktivitetet e komunitetit. Kujt jeni më mirënjohës? Shumë vështirë për mu përgjigj, sepse jam mirënjohës se shumë gjëra, por besoj që mundësia që ma ka dhënë prindrit për me ekzistuar në Amerikë, ajo është domethënë më e madhja gjë. Unë di se atje në Maltezi nuk kish pas shans me kanë advokat. Sepse ashtu është kënë ai shtet, Jugoslavia në atë kohë, që nuk ka mundësua për me kanë i lirë, nuk ka mundësua për me punua,
nuk ka mundësua për mu shkollua, por është mundua për me të shkel si kom, edhe me të asimilua totalisht, e vetëm atër ke pas ato oportunitete. Amerika nuk është ashtu. Kështu që fatmirësisht gjindëm në Amerikë, edhe me nderim më të madh babs edhe nanës që i kanë ardhur në këtë shtet. Ju keni 2 fëmijë, keni një përmbesa, cila do të ishte këshilla juaj për prindërit, për rritjen e fëmijëve të shëndetshme këtu në Amerikë? Në Amerikë është më e rëndësishmja sot për sot me pas komunikim me fëmijë dhe me pas shoqëri me fëmijë, dhe fëmijët gjithmonë kanë me gabua, si që kem gabua edhe na kur jem kanë të ri. Po inshallah nuk kam me kanë gabimi i tepërueshëm, që nuk mundet mu përballua ose mu përmirësua. Kështu që kur mos më vu shmak fëmijëve, po gjithmonë me taj shok me ta, për me kanë të shnetshëm, sot ke mundësit për me kanë me hangër ma mirë ushqim, ke mundësin për të shkua në stërvitje, kurse dikur s'kan ekzistua, vetëm që ka ke ba të shkolla, ose ke luet me shok, shu që mund është me ba një mënyrës strukturet të jetës, me i pësua me pas një struktur të jetës, ato gjana që janë të rëndësishme. E shnedja është numër 1, se pa shnedja ti nuk mund është me kanë asi sukseshëm. Avokat, cili është mesazhi juaj për shqiptarë amerikanët që ju kanë mbështetur në vite? Jo vetëm si avokat, por edhe në aktivitetet të ndryshme komunitare që juve keni organizuar, keni qenë drejtues për gjitha gjërat. Vetë dëshiroj që brezat e ri të marrin këtë vazhdimsi, këtë mirësi, këto aktivitetet që janë ba, të marrin si shembull, kanë qenë gabime, të më thanë gjatë këtyne aktiviteteve, por nuk janë kanë gabime katastrofe, shtu që mund përmirësohen, e brezat e ri kita me vjetë me i vazhdua këto, edhe me i përmirësua, që t'jenë edhe më të sukseshëm. Por gjithë mund të panë me veti në zemër tyne shqiptarizmin, sepse prej shqiptarëve janë dhe meritojnë shqiptarët mbështetjen, meriton Shqipnia, meriton Kosova mbështetjen nga diaspora brez mas brezit. Dhe kjo është, domethënë, porosia eme për diasporën shqiptare. Vazhdohet brezi i ri të mësojnë prej konicet, të mësojnë prej çdo shqiptar që ka vepruar në mënyrë pozitive, në mënyrë konstruktive, për të ekzistua diaspora shqiptare edhe vendlindja. Avokat, si dëshironi të kujtohet emri juaj në komunitetin shqiptar-amerikan, si avokat, si aktivist, apo si njeri që ke shërbyer popullit të kombit të vetë shqiptar? Ato kom valon historianëve të shkruajnë. Unë nuk di çka me të thonë. Unë s'kam, çdo gjë që i baj nuk e baj për me më kujtua kush, po do të kujtojnë. Unë vetëm e baj se e shoh se çka është e mirë. Po si ke dëshirë të kujtojnë? Si kam dëshirën, si kam kam valon historianëve si të shkruajnë. Avokat, unë të falenderoj shumë. Rasti juaj, jeta juaj është një histori suksesi në komunitetin shqiptar-amerikan, është një shembull i mirë për të marrë për brezat që janë tani, po dhe brezat që vinë, pasi ju e keni ndërtuar karrierën tuaj suksesin, duke poshtë vështirësitë, duke bërë punë të madhe, dhe duke lënë një emër që juve, unë po ja them edhe pse pak më parë nuk deshit ta pranorit, pra ju nuk ju shikon komuniteti vetëm si një avokat, si një aktivist, por ju shikon si një bamirës, si një person që keni dhënë dhe vazhdojnë të jepni kontribute për komunitetin dhe kombin shqiptar. Të falenderoj shumë, kishim bisedë, me shpresë së bashku të jemi edhe biseda të tjera, pse jo dhe në biseda profesionale për profesionin tuaj si avokati, me qëllim që shikuesit të mësojnë, jo vetëm këta që janë në Michigan, por kudo ku janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më gjerë. Televizori Shqiptar të Amerikës me prezentën tuaj i është shtuar një vlerë dhe isha i privilegjuar që kisha në bisedë. E të falenderoj.
Shikues të nderuar, e falenderoj në emrin tuaj avokatin Joseph Dendukaj. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen që patët për këtë bisedë. Mendoj se keni përfituar nga eksperienca jetës së suksesshme të avokatit Dendukajt dhe mirupafshim me një të ftuar tjetër në emisionin Ëndra Amerikane. Jeni të ftuar pse jo edhe vetë mund të telefononi në televizion, sepse ne bëjmë më të mirën atë që mundemi, por pse të telefononi, do t'ju thosha për faleminderit që t'jeni të ftuar në këtë emision. Atëherë mirupafshim, avokat faleminderit. Faleminderit për ftesë dhe shumë mirë. Mirupafshim tjera herë. Faleminderit.